Turqia është kthyer në qendër të vëmendjes politikës botërore ditën e sotme. Ukraina dhe Rusia pritet të zhvillojnë një takim të delegacioneve tyre ballë për ballë, një takim i kërkuar nga presidenti Vladimir Putin ditën e diel, ku mori menjëherë një përgjigje pozitive nga Volodymyr Zelensky, i cili po ashtu ndodhet sot në Turqi. Putin nuk do të shkojë në Turqi, të paktën tani për tani, edhe pse mediat lënë të hapur mundësinë që në orët në vijim ose nesër të ketë një udhëtim të Vladimir Putin drejt Turqisë, por edhe të Donald Trump. Megjithatë, ditën e sotme janë vetëm delegacione që do të takohen. Zelensky pritet të takohet me presidentin Recep Tayyip Erdogan, ndërsa në Antalya janë mbledhur ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO. Sokol Braja është me mua në këtë lidhje të drejt për diskutuar pak për të gjitha këto zhvillime intensive të ditës së sotme në Turqi. Sokol, përshëndetje. Përshëndetje, Esmeralda. Ka informacione nëse ka nisur takimi mes delegacioneve, kush do takohet, roli amerikanëve në këto takime? Jo, deri tani për rëndësime zyrtare, domethënë nuk kemi, por me sa po duket, domethënë mosardhja e Putinit që kjo është mbrëm në orët e vona të natës është dhënë nga Kremlini, është të jetë një delegacion, domethënë i klasit të ulët dhe jo shumë i lartë, por gjithsesi fillimi i këtyre negociatave për një armë pushim që do të shkojë drejt, që të ndezi dritën e gjelbër për një paqe, tashmë duket që është në shkallën e shumë të ulët, por ka një domethënie krejt ndryshe ku do fillojnë domethënë ditën e sotme aty ku kanë ngelur para 3 viteve, ku siç e dini edhe ju, Esmeralda, që Erdogani apo diplomacia e Ankaras ka arritur të bëjë 2 takime mes rusëve dhe ukrainasve në fillim të luftës, në 5-6 muajt e parë të luftës, dhe nga aty do fillojë përsëri, por ne pritshim si Turqi, pritshim që të vinte edhe zoti Putin, po ashtu me ardhen e Putinit pritshim që të vinte edhe zoti Trump, por tashmë është e ditur të paktën për ditën e sotme dhe ditën e nesërme, sepse këto negociata do zgjasin disa ditë biles, bëhet fjalë që ndoshta mund të kalojnë edhe 3-4 ditë negociata. Në Stamboll mund të kemi zhvillime shumë të rëndësishme në ditët në vijim, por të paktën për sot jemi të sigurt, domethënë deri në këtë orë, që Putin dhe Trump nuk do vinë në Turqi. Kur takohet Zelensky me Erdogan? Zelensky me Erdogan do takohet sot pas dreke, do të jetë një takim kokë me kokë, do të jetë edhe në stafet e tyre, do të jetë edhe ministrat e punëve të jashtme, nëse domethënë mbarojnë punë me summitin që kanë me anëtarët e NATO-s në Antalya, por gjithsesi pritet takimi ku në fakt ardha e Zelenskit këtu ka dhënë edhe ka pasur një mbështetje shumë të madhe nga presidenti qoftë, nga presidenti zoti Erdogan qoftë, jo vetëm për Kievën, por edhe për Moskën, por gjithsesi në këtë takim do të jetë bespaktën kuliset e Ankaras, dhe nëse shohim medien pro-erdoganiste, domethënë median qeveritare, analistët që flasin atë, thonë që me patjetër këtë radhë, tash se sa ditë do zgjasin nuk dihet ende, por me patjetër këtë radhë do të kemi një marrëveshje për një armë pushim dhe shumë shpejt do të jemi do të hyjmë autostradës për një paqe mes Ukrainës dhe Rusisë.